Komentimi përsosur i Kuranit, Gjuzi 30, Sure El Mutaffifin, ajetet nga 11 deri te ajeti 17. Alladhina yukadhibuna biyawmiddin وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Të cilët mohuan ditën e gjykimit, askush nuk e mohon atë përveç gjunahqarëve që shkelin çdo kufi, e të cilët kur u lexohen shpalljet tona, thonë: këto janë pralla të popujve të lashtë. Nuk është ashtu, por veprat e tyre të këqija ua kanë mbuluar zemrat. Nuk është ashtu. Në të vërtetë, atë ditë një vel do t'i pengojë ata që të shohin Zotin e tyre, pastaj me siguri do të hyjnë në zjarrin e xhehenemit, e do të thuhet: ja, kjo është ajo që e quanit të gënjeshtërt. Komentimi. Ndryshku i mëkateve. Në ajetet që cituam më lart u fol për veprat dhe punët e mohuesve dhe fatin e tyre, ndërsa tani do të flasim për njohjen e tyre. Ata janë persona që mohuan ditën e gjykimit, më pas shton se të vetmit persona që e mohojnë ditën e dhënies së llogarisë janë agresivët dhe mëkatarët. Askush nuk e mohon atë përveç gjunahqarëve që shkelin çdo kufi. Mohimi ditës së Kiametit nuk është bërë në bazë të logjikës apo të argumentit, por ata persona që kryejnë vazhdimisht dhunë dhe janë të zhytur në mëkat janë edhe mohues të së vërtetës dhe të ditës së Kiametit. Duhet të dini se fjala e thim është mbiemër dhe nënkupton vazhdimsinë e kryerjes së mëkatit nga njeriu. Ata duan të vazhdojnë të kryejnë mëkate pa pasur asnjë përgjegjësi mbi vete, si dhe pa u ndier fajtor për mëkatet që kryejnë. Ata duan të jenë plotësisht të lirë në kryerjen e mëkateve të shëmtuara, po ashtu ata nuk njohin asnjë ligj dhe nuk duan t'i dinë për asgjë. Këtë ide e hasim në surën El-Qiyama, ajeti 5, por njeriu dëshiron të gabojë sa të jetë gjallë. Njeriu dëshiron që jetën e tij ta kalojë vazhdimisht në mëkat, ndaj dhe mohon Kiametin. Kështu, ashtu si besimi ndikon në kryerjen e veprave, edhe veprat e pista ndikojnë në formimin e besimit. Kuptimi i kësaj thënieje do të qartësohet në komentimin e ajeteve të mëposhtme. Në ajetin e mëposhtëm flitet për cilësinë e tretë të mohuesve të Kiametit, kur atyre do t'u lexohen ajetet tona, ata do të thonë se këto janë legjenda të parëve, pra për ta nuk kanë asnjë vlerë. Kur u lexohen shpalljet tona, thonë: këto janë pralla të popujve të lashtë. Askush nuk e mohon atë përveç gjunahqarëve që shkelin çdo kufi. Ata përveç se janë dhunues dhe mëkatar, janë edhe arrogant kur thonë se ato ajete janë legjenda të parëve, pra janë tregime dhe histori të pavlera, e ngjashme me historinë dhe kohën e të parëve, periudha e ignorancës, ka mbetur në kujtesë me pretekstin e lënies së vetës së tyre jashtë çdo përgjegjësie karshi ajeteve kuranore. Jo vetëm në këtë rast, por edhe në raste të tjera në Kuranin e Shenjtë lexojmë se arrogantët guximtar me pretekstin për të larguar nga përgjigjja thirrse e krijuesit mbështeten te fjala e tyre duke i konsideruar ajetet kuranore si legjenda të parëve. Në 9 ajete të Kuranit të Shenjtë janë paraqitur dredhitë dhe mbështetja jo besimtarëve te legjendat dhe tregimet. Mbështetjen e tyre te legjendat dhe tregimet e hasim në surën Furkan në ajetin 5 dhe ata thonë: këto janë pralla të popujve të lashtë, të cilat i ka vënë t'i shkruhen e t'i lexohen atij në mëngjes e mbrëmje. Po ashtu ajeti 17 i surës El-Ahqaf flet për një djalë të ri që është shumë arrogant ndaj prindërve të tij, të cilët janë shumë bujar dhe besimtar. Në këtë ajet lexojmë se ai të gjitha të mirat e tyre i hodhi poshtë me një fjalë duke thënë: mirë për ty, beso se premtimi i Allahut është i vërtet. Ai përgjigjet: këto janë vetëm prallat e popujve të lashtë. Disa komentues thonë se ajeti që u citua më lart zbriti për djalin e hallës së profetit Muhammed, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Ai ishte një nga krerët e kufrit. Është e qartë se zbritja e ajetit është për një rast të veçantë. Kjo nuk pengon që kjo e vërtet të jetë edhe për të tjerët. Sido që të jetë arrogantët dhe kryeneçët për të shpëtuar nga qortime dhe kritikat e ndërgjegjes, nga një anë dhe nga ana tjetër për të shpëtuar nga protestat e njerëzve që kërkojnë të vërtetën, gjithmonë nxirrnin pretekste të ndryshme për të qetësuar veten e tyre. Ajo çka është e çuditshme është se ata shpeshherë kishin programe të njëtrajtshme, saqë duke sikurse përgjatë gjithë historisë ata e lexonin në veshët e njëri tjetrit, shembuj të tillë kishin plot, sikur
sikurse ishte magjia, priftërinë, marrosja, legjendat e shumë gjëra si këto. Kurani i Shenjtë në ajetin tjetër edhe një herë shpjegon kthehet e rikthehet në rrënjën origjinale të arrogancës dhe të kryenësisë, duke thënë se nuk është ashtu si ata mendojnë, por veprat e tyre janë të vendosura në zemrat e tyre sikur plaga dhe janë të penguar për të kuptuar të vërtetën. Sa interpretimi i këndshëm dhe tronditës, veprat e tyre janë të ulura mbi ta sikurse plaga qëndron në trupin e njeriut, ndërsa drita, rezatimi që i është dhënë njeriut nga ana e krijuesit është venitur. Fytyra e së vërtetës është ndriçuar sikur rezet e diellit, kurse në fytyrat e arrogantëve nuk shikohet gjë tjetër vetëm se venitje, sepse drita hyjnore e zbulesës nuk pasqyrohet tek ata. Fjala rane vjen nga rrënja e rrein, që sipas Ragibit në librin Mufradat ka kuptimin e plagës dhe të ndryshkut që mbetet në sendet që kanë vlerë të madhe, ndërsa sipas mendimit të disa dietarëve të tjerë të fjalorëve ka kuptimin e një cipe të kuqe e cila për shkak të lagështisë së motit shfaqet mbi metale. Në gjuhën perse quhet ndryshk kur në një metal apo në ndonjë send tjetër shfaqet ndryshku, është shenjë e rrjepjes së metalit ose venitjes së rrobës apo të një sendi tjetër. Natyrisht që largimi i shkëlqimit tregon dobësimin e rrezatimit. Ndonjëherë ajo ka marrë edhe kuptimin e dominimit të një objekti ndaj një objekti tjetër, po ashtu ka edhe kuptimin e rënies në një vend ku nuk ka rrugdalje. Të gjitha këto shpjegime janë të nevojshme për të kuptuar më mirë atë që u tha më lart që është edhe më kryesorja. Për sa i përket ndikimit shkatërrues të mëkatit për largimin e rrezatimit dhe të cilësive të zemrës, kemi një diskutim të cilin do ta paraqesim tek Këshillat. Mëtej Allahu në Kuran shton nuk është ashtu, në të vërtetë atë ditë një vel do t'i pengoj ata që të shohin Zotin e tyre. Kjo për ta do t'jetë një ndër dënimet më të dhimbshme, sepse ashtu si për punë mirët, takimi shpirtëror dhe prania e tyre te krijuesi është afrimitet, dashuri dhe kënaqësi, po ashtu edhe për ata është pjesa më me vlerë. Fjala kella zakonisht përdoret për të mohuar diçka që është thënë më parë, edhe në këtë rast komentuesit kanë dhënë shpjegime të ndryshme, një ndër to është përmendur se është theksim për fjalën kella, e cila ka ardhur në ajetin e mëparshëm, që do thotë se ata në ditën e Kiametit do t'i prezantojnë si legjenda dhe histori, ose kur thuhet nuk është ashtu, sepse ndryshku që është vendosur në zemrat e tyre për shkak të mëkateve bën që ata të mos e shijojnë të vërtetën as në këtë botë dhe as në botën tjetër. Edhe pse në ajetet e tjera të Kuranit thuhet se ata pretendonin se edhe nëse do të ndodhte Kiameti, edhe atje do të ishin subjekti bekimeve të ndryshme të Allahut, jo, nuk është ashtu sikurse ata mendojnë. Në Kiamet ata do të jenë në një pozitë shumë të vështirë dhe do të vuajnë dënimin më të vështirë. Po, bota e përtejme, ahireti është treguesi dhe paraqitja e madhe veprave të njeriu në këtë botë, ata që ulin shikimet e tyre në këtë botë për të mos parë të vërtetën dhe veprat e tyre qëndrojnë në zemrat e tyre sikurse qëndron ndryshku mbi hekur apo mbi rrob, edhe atje ata janë të penguar nga Allahu dhe në atë botë nuk do të kenë asnjë mik. Ata e kanë të ndaluar takimin me krijuesin, pastaj me siguri do të hyjnë në zjarrin e xhehenemit. Hyrja në zjarrin e xhehenemit është përfundimi i pengesës së takimit me Allahun dhe nuk mund të ndahet prej tij. Në mënyrë shumë të qartë, zjarri është pengesë për të parë të vërtetën, e cila është më djegëse se sa zjarri i xhehenemit. Në ajetin 17 lexojmë e do të thuhet, kjo është ajo që e quanit të gënjeshtërt. Kjo gjë atyre u thuhet në mënyrë qortimi dhe rikujtuese për sa i përket të ardhmes dhe fatit të tyre. Dënimi për këtë grup kokfort është shpirtëror. 2 hulumtime. 1. Përse mëkati është ndryshki i zemrës? Jo vetëm ajetet e kësaj sure e flasin për ndikimet e mëkatit me errësirën e zemrës, por edhe në shumë sure dhe ajete të tjera të Kuranit të Shenjtë flitet në mënyrë të përsëritur për këtë gjë. Në një tjetër vend thuhet, kështu Allahu ja vulos zemrën çdo mendje madhi e dhunuesi. Në një ajet tjetër për një grup nga grupet mëkatare dhe kryeneçe thuhet, Allahu i ka vulosur zemrat e tyre, ndërsa në veshët dhe sytë e tyre kanë mbulesë, ata i pret një dënim i madh. Në ajetin 46 të surës El Hajj lexojmë, në të vërtetë atyre nuk u janë verbuar syt në këtë gjëra, por u janë verbuar zemrat e veta në kraharor. Po, është e vërtetë se ndikimi më i keq i mëkatit është verbimi i zemrës. Ai rrëmben zemrës nurin, dritën e dijes dhe ndjesinë e të përcaktuarit. Gjymtyrët zbresin poshtë zemrës dhe zemrën e shndrojnë në një moçal të qelbur dhe të kalbur, duke e maskuar, ata nuk din të dallojnë pusin. Kështu ata kryejnë një gabim shumë të madh saqë i shqetësojnë të gjithë. Njeriu me duart e tij vendos që të prish lumturinë e jetës së tij dhe pasurinë e lumturisë së tij e hedh në erë.
Në një hadith të transmetuar nga vetë profeti Muhammed, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, lexojmë: mëkatet e shumta e prishin zemrën e njeriut. Në një tjetër hadith po të profetit Muhammed, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, lexojmë: kur një rob i Zotit bën një mëkat, në zemrën e tij vihet një pikë e zezë. Nëse ai pendohet dhe largohet nga ai mëkat, zemra e tij pastrohet, por nëse përsëri ai kthehet dhe e kryen atë mëkat, pika e zezë shtohet edhe më shumë saqë i përfshin të gjithë zemrën e tij. Kjo pikë e zezë është ndryshku që e përmendëm më lart në ajetin nuk është ashtu, në të vërtetë atë ditë një vel do t'i pengoj ata që të shohin Zotin e tyre. Ngjashëm me këtë kuptim, por me pak ndryshim, transmeton edhe Imam Sadiku, paqja e Zotit qoftë mbi të, hadithi gjendet në veprën Usulul Kafi, po ashtu në të njëjtin libër nga i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij të nderuar, është transmetuar: bisedoni dhe takoni njëri tjetrin, transmetoni hadithet e të parëve, sepse hadithet janë dritë për zemrat dhe shpirtin e njeriut. Zemrat marrin ngjyra, ashtu si ndryshket shpata, edhe zemra ndryshket, atëherë lëmojeni atë me hadith. Sipas parimit të psikologjisë, është vërtetuar që veprat e njeriut reflektojnë gjithmonë në zemrën e tij dhe në mënyrë graduale e kthejnë njeriu në formën e tyre. Gjithashtu veprat e njeriut ndikojnë edhe në gjykimin që ai jep. Duhet ditur se nëse njeriu e vazhdon mëkatin çast për çast, ai erëson shpirtin e tij saqë arrin në një nivel që thotë se mëkatet e zbukurojnë atë, kështu njeriu arrin në stadin e krenarisë për mëkatet që kryen. Ja, kështu njeriu i mbyll portat e kthimit e në këtë mënyrë të gjitha urat e ngritura shkatrohen, pasti kjo është gjëja më e rrezikshme që mund t'i ndodhë njeriut në jetë. 2. Perdet që mbulojnë fytyrën e shpirtit. Edhe pse shumë komentues janë përpjekur që nga jeti nuk është ashtu, por veprat e tyre të këqija u kanë mbuluar zemrat, të vlerësojnë diçka vetë, sipas mendimit të tyre thonë se këta mëkatar janë larg mëshirës së Allahut ose janë larg mirëbërësve, dinjitetit dhe sevapit. Faktikisht ky ajet nuk ka as pak nevojë për vlerësim, sepse është thënë shumë qartë se ata ndalohen e pengohen nga Allahu, kur punëmirët të drejtë dhe të pastrit do të nisin rrugën drejt krijuesit për ta parë e për të takuar të dashurin e tyre, në intuitën e brendshme nuk ka kënaqësi më të madhe se sa ai takim. Xhehenem lind, të pa fe dhe mëkatar pengohen ta shijojnë këtë kënaqësi të papar. Disa besimtarë që e kanë zemrën e pastër janë të përkëdhelur jo vetëm në këtë botë, por edhe në botën tjetër e shijojnë kënaqësinë e takimit me Allahun, ndërsa arrogantët që e kanë zemrën e tyre të verbuar e kanë të ndaluar këtë kënaqësi jo vetëm në këtë botë, por edhe të parët e krijuesit të madhëruar në botën tjetër. Ata vazhdimisht janë të pranishëm dhe nuk lejojnë që zemra e tyre të errësohet. Ata kënaqen pa mas kur nëpërmjet shpirtit të tyre bisedojnë e flasin me krijuesin, duke shfaqur çdo ndjenjë të pastër nga thellësia e zemrës. Ata kënaqen aq shumë sa që e gjithë kjo nuk mund të shpjegohet apo të krahasohet me ndonjë gjë. Por jo besimtarët janë zhytur aq shumë në mëkat sa që për ta nuk ka rrugë shpëtimi. Po e ilustrojmë me disa fjalë të një poeti: o ti që botën nuk do ta lësh më njan, si mund të kërkosh të arrish të vërtetën? E vërteta perde s'ka. Nëse ti e largon pluhurin, atëherë ka shans që të shikosh të vërtetën. Prijesi i besimtarëve Ali ibn Abu Talibi, paqja e Zotit qoftë mbi të, në lutjen e njohur të Komeilit thotë: Zoti im, edhe sikur të bëj durim përballë dënimit tënd, si mund ta duroj unë ndarjen prej teje?